Sepse pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, pata etje më dhatë për të pirë, isha i huaj. Shiko, kjo së pari ka kuptimin parësor. Jezusi po flet për çfarë? Për urinë fizike, po flet për etjen fizike, por kur përmendi pjesën isha i huaj, mendoj që ka lidhje edhe me anën frymore, që bie etje për Zotin, uri për Zotin, edhe njerëz të humbur që nuk e ka njohur Krishtin akoma. Që i bie, për çik ne duam Krishtin, atëherë ne kjo tregohet nëse duam ato që do ai. Edhe e para, e di çfarë do Jezusi shumë. Jezusi i do të humburit. Jezusi i do ato, e do atë që ka humbur. Aq shumë e do të humburin, sa që ai përkufizon gjithë misionin e tij në këtë lloj forme. Luka 19:10. Jezusi tha, unë për këtë punë kam ardhur, sepse biri i njerëzit erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë. Unë për këtë kam ardhur. Ai përmlodhi gjithë mision, gjithë qëllimin e jetës vet. Kaq shumë e du këtë gjë, sa që për këtë punë kam ardhur. Edhe është të kërkojë e të shpëtoj të humburin. Edhe kjo është nga vargu 10, është fundi i historisë së Zakeut, edhe Zakeu ka fol me Jezusin, nëse të kujtohet, Jezusi shkoi e kërkoi e gjeti Zakeun, foli me te, shkoi tek shtëpia, hangrën bashk, edhe ai e njohu Krishtin dhe i besoi atij dhe u bë jeta e tij transformua, sa që tha unë do të bëj këtë dhe këtë edhe këtë, si shej të pendesës së tij. Por shiko, është pjesa interesante, është e historia e Zakeut, është fetarët po murmuristin. Njerëzit i bezdiste pse Jezusi rrinte me mëkatarët, hante bukë me mëkatarët, edhe rrinte me ato njerëz. Edhe shpesh ka fetar që murmurisin. Mund murmurisin ndaj teje. Mund murmurisin ndaj nesh. Shiko, qa kisha është ajo, ato si janë fare thellë në shkrimin, ato janë kështu, ato janë kështu. E thove, qa e krishterje ti, kam baun të puna ty, gjithë punë e madhe. Se kemi mendin të këta. Ne kemi mendin qarë, qa misioni kishte Jezusi, a i ka mund të njëjti mision. Krishti donte të humbrit, pyetja është, a i dua unë të humbrit? A i dua unë të humbrit? A do të bëjmë ne si kish çdo gjë përveç mëkatit për të fituar një më shumë si Krishti, për Krishtin? Edhe herë, a jemi gati të bëjmë çdo gjë përveç mëkatit për të fituar një më shumë për Krishtin? Sepse kjo është dëshira jonë, të popullojmë qiellin. Madje te Luka 15 Jezusi tregon 3 shembulltyra për të ilustruar rëndësinë e të humburit, edhe është sa fitore është të gjesh të humburit. Kush i ma mend të 3 ato të humburit? Ke Luka 15. Cila është? Monedha e humbur, delja e humbur, biri i humbur. Të treja për të ilustruar të njëjtën gjë. Edhe ja të lexojmë një pjesë. Luka 15 vargu 4. Jezusi thotë shumë. Cili prej jush? Ore të pyzon juve, cili prej jush do ta bënte këtë gjë? Që ka 100 dele, po mirë që ti kishim, unë deri 7 kam pas më shumë dele. Cili prej jush ka 100 dele? I ke 100 dele, i ke që i ke. Edhe një prej tyre të humbet. Cili prej jush nuk i le 99 në shkret e tjerë dhe shkon pas asaj që humbi derisa ta gjej. Shiko, qoftë se je biznesmen, shiko dhe Marko, për qërë se Marko në dima me bizneset. Nëse je biznesmen, nuk e bën këtë gjë. Nuk më lesh 99 për 1, sepse nuk është matematike mirë. E rësisht të lesh, është ata që janë biznesmen e din që biznesi ka firo. Rëndësi ka sa po fito, nuk ka rëndësi sa po humbë. Puna madhe se humbi një. A i kam të shumëta, a ka dalë puna me fitim. Por Krishti, jo Perëndia, jo Krishti. A i dojtë lejë 99 e do shkoj pas të humbrit. Kaq shumë e do Jezusi të humbrin. Madje Biblia e përshkruan kështu. Edhe kjo është vargu një që ne themi për njerëzit që zgjedhin të besojnë Krishtit, edhe njerëzit që pagzohen, sepse Luka 15:7 thotë kështu. Dhe unë po ju them se kështu si njeriu që gëzohet që gjen atë të humbrin, kështu do të bëhet në qiell, do të ketë shumë gëzim për mëkatarët e vetëm që pendohet, sesa për 99 të drejtet që nuk kanë nevojë të pendohen. Kështu që ai që duam ne, Krishti,
ai do shumë të humbrit. Që i bie, nëse ne duam atë, do e tregojmë kur, nëse duam gjërat që do ai, edhe të humbrit janë të shumt në këtë brez, në këto kohë, në këto ditë, ka shumë uri frymërore. Madje quhet brezi në këto kohë, brezi më i uritur frymërisht se ç'na i herë tjetër. Kështu që Perëndia na ka për të shu urinë e këtij brezi. Na ka neve. Na ka neve. Edhe kujtoj rrjetin e Kishmjellës që ka ndihmu vetëm këtë vit në fillimin e 12 kishave në qytete e fshatra, vetëm këtë vit. Ç'a tregon kjo? Ka uri frymërore në Shqipëri. Madje shiko, nga kjo e diel, do mundohemi të facilitojmë sa më shumë. Nga kjo e diel edhe dielës tjetër, mund ta përdorim gjithë ambientin e qendrës krishtere. Madje edhe dhomën e madhe, ta godina 2K që ka një sallë atje, edhe atë mund ta përdorim për fëmijët, dhe do kemi 3 hapësira për fëmijët. Flash news është, po mendojmë diçka për ato që s'janë fëmijë, për s'janë adoleshent, para adoleshent. Që nga java tjetër do fillojmë të mendojmë diçka, një gjë argëtuese, një gjë të bukur që ato ta dëgjojnë fjalën e Perëndisë, e të luten edhe të jenë bashkë me moshatarët. Pse? Duam sigurohemi që gjithë njerëzit vinë me familjet e tyre. Edhe të ketë një gjë për çdo grup mosh, fëmijët, para të ri, të rriturit. Pse? Sepse kemi mendjen te kjo, apo vjen një më shumë te Krishti. E dyta, apo rritet një më shumë në ngjasi me Krishtin. Treta, apo jeton jetën pa frikë, një më shumë. Edhe katërta, apo sjell ndikim aty ku është ai person. Kështu që ftoj miqtë tu, çdo të diel në këto 4 dielat e dhjetorit e nxiti që të vinë me ty. Pse? Nëse Jezusi, për ta lexojmë çka. Nëse Jezusi e do të humbrin, edhe unë do ta dua. Nëse Jezusi po e kërkon të humbrin, edhe unë do e kërkoj. Pse? Sepse kam nda mendjen, çdo gjë do ta bëj si për të. Si vazhdon? Isha i zhveshur dhe më veshët. Edhe nxitja ime çfarë do ishte? E Krishti po thot, bëni gjëra praktike për të varfrit. E di pse? Sepse Jezusi e do të varfrin. Jezusi e do të varfrin, madje ka shumë vargje në Dhjatën e Vjetër dhe në Dhjatën e Re, se si duhet kujdesin për të varfrit, sepse zemra e Perëndisë është pas tyre. Ja ta lexojmë një varg. Edhe thot kështu, 1 Gjonit kapitulli 3 vargu 17 thot kështu, dhe nëse njëri e ka me ty më duket. Nëse njëri sapo ka ble makinë, ka shtëpi, ka ca gjëra të mira, është me punë, ka rrogë, ka blet letë të reja, ka ca gjëra të mira. Nëse njëri ka të mirat e kësaj bote, edhe shef vllajin që është në nevojë, edhe mbyll zemrën, mbyll syt, edhe kthe kurrizin, si mund të qëndroj në të dashuri e Perëndisë? Si mund të thuash ti, unë e dua Krishtin, kur ti nuk do ato që do Krishti? Edhe Krishti e do të varfrin. Si mund të thuash ti që ke dikë të shkalla që s'ka bukë me ngër, ke dikë të puna që ku diun kishte harru portofolin në shtëpi edhe s'ka lek me blej kafe, çfarë do lloj forme, nëse Perëndia e do ta duam edhe ne. Madje kur ne bëjmë për nevojtarin, Perëndia ka një super premtim madh. E di sa i madh është premtimi? Fjalët e urta 19:17. Ai që ka mëshirë për të varfrin dhe ai që ka mëshirë për të varfrin, i ka dhënë lek borxh Zotit. Ai që ka mëshirë, ai që kujdeset për të varfrin, nuk e ka harxhu. Ka dhënë borxh atit. Edhe në momentin që ka dhënë borxh atit, si është pjesa e dytë, i cili do t'ia kthej ato që i ka dhënë. Edhe Zoti e vërtet është, nuk të kthen ai sa ke dhënë. Gjithmonë të kthen sipas nevojës që ke ti. Edhe shpesh ndodh që nevoja jote është shumë e madhe se sa nevoja që plotësove ti. Prandaj çdo të diel është ajo shporta e kuqe aty. Për të dhënë ofertën tuaj, për të ndihmuar familjet në nevojë, edhe që të ndihmojmë njerëzit. Edhe di që shiko, për shumë vite dhënia e Krishtlindjes shkon e gjitha dhënia e Krishtlindjes për familjet në nevojë. Është për familjet nevojë të kishës tonë, edhe familjet nevojë të njësia bashkiake numër 10. Njësia bashkiake numër 10 është zona ku janë zyrat e kishës, edhe kjo ka ndodhur për shumë vite.
Edhe është dhënia më e madhe që ndodh në një të diel. Vjet ishte 2100 euro. E thash ishte me lek, po e thash me euro se do ngatrojmë lek të reja, lek të vjetra. Ishte asnjëherë nuk ka pas një të diel që njerëzit dhurojnë ai shumë. Edhe ka qenë për familjet në nevojë, ju keni dhënë. Por jo vetëm kaq, nxitja ime do ishte në këtë, sepse e kemi ndamenin. Do të bëjmë çdo gjë sikur Krishti të ishte në vendin tonë. Edhe nxitja ime do ishte i ndjeshëm ndaj zërit frymës. Kur shef një nevojë, pyete Perëndin, Zot, a kam ne rolun këtu? Cili është roli im? A duhet bëj unë një gjë? A duhet bëj diçka? Pse ka rëndësi kjo? Sepse nëse Jezusi, shive që këtë lexoje. Nëse Jezusi do të varfrin, edhe unë do i dua dhe do bëj diçka për ta. Pse? Sepse kam nda mendjen çdo gjë për ta. E fundit, isha i smur dhe më vizituat, isha në burg edhe erdhe tek ju, edhe Jezusi nuk i lejon. Shiko, Jezusi thot, njerëzit që kalojnë sfida, unë nuk kurri larg. Ju ku shko, më duket i kera Covid atit. S'po shkoj të takoj. Më duket kujtun që ka, nuk po e marrë në telefon. Edhe është larg. Krishti që thot? Jezusi e do atë që vuan dhe keq trajtohet. Edhe Biblia ka uzime të tilla si Hebrejve 13:3. Shive ta lexojmë këtë. Kujtoni të burgosurit në çfarë forme. Sikur të ishe ti i burgosur këtu, ti këtu. Sikur të ishit të lidhur bashkë me ta. Dhe kujtoni ata që keq trajtohen, sikurse edhe ju vetë jeni duke vujt. Kur të kujtohet sikleti që ka ai ose ajo, përjetohet sikur atë sikletin e ke ti. Kështu thot shkrimi. Edhe prandaj do të nxisja ji shumë i ndjeshëm ndaj frymës shet. Ndaj zërit frymës shet. Për ne mundohemi të bëjmë ngjarje të veçanta, do vazhdojmë të bëjmë ndaj të shajnë festë e Krishtlindjes për filan komunitet, apo të ndihmojmë këtë, të ndihmojmë atë. Edhe para ca ditësh më erdhi njëri thashë, shiko, një çun që mas 15 vjetësh është çliruar nga varësia ndaj drograve, heroina, kokainë, çan këto gjërat. Edhe i tha, sa kam vujt unë nga këto gjëra, tash po ndihmoj 2 shokë. Edhe tha, do doja të bëja një gjë masdite, por nuk e di çfarë të bëj masdite, sepse para dite i kam punë, po duhet bëj diçka masdite që t'ju heq mendjen totalisht nga drograt. Po mirë thash, po gjeta në ide, më thuaj që të ndihmojmë ne. Edhe më morën telefon, "Hey, gjeta Altin, e gjeta Vangel." E thash, "Vangel, çka ke gjetë?" Tha, "Kam i dhon bosh aty, do bleca pula." Do bleca pula aty, një kotec pula shkeu borri, edhe këto çunat do kujdesen për pulat. Na i tregoj çik pulat, a është video e pula? Na shive çik pulat. Ore, ne i dham ca lek, ky më shkrojti, i bleva pulat, 40 pula. Thashën, për më saksa qenë i puli 100 lek, përsa qenë i pula? Edhe është u habita shumë, 40 pula, edhe me i gëzim jash masët madhe. E thash, ore, ne i qëtë vogël bëm. Menduam që kjo ishte gjëja që duhet bënim, edhe ja dham atyre. Në fakt, atë gjën nuk e kam bërë unë. Nuk e ka bëha së Rimi. Rimi thotë, jo, së unë i dhash lekët. Shiko, nuk e ka bëha së unë asë Rimi. E vërteta është, e keni bërë ju? E keni bërë bashkë. E di pse, nëse Jezusi e do ato që vuajnë, edhe unë do i dua. E do bëj diçka. Shkoj gjatë, Shkoj qik, me thonë drejtën. Me thonë drejtën, shkoj qik. A, Marko? Ska që. Faleminderit tanë për inkurajime. Më bukur ashtu. Shiko, duhet nxis këtë sezon. A do ndajnë mendjen? A do bëjmë si Jezusi për 4 javë? Nesër është 1 dhjetor. A do bëjmë si Jezusi me gjithmonë? A do jemi, a do duam si Krishti? A do flas, a do bëjmë, a do jemi të ndjeshëm? Sa herë që shohim një gjë, pyesim atë atë. A kam unë një rol këtu? Nëse kam një rol, çfarë duhet bëj? Është i bujar me kohën tënde, me talentet e tuaja, me dhuntitë e tuaja, me dhënien tënde, por i ndjeshëm në frymës shet. Në frymës shet, siç thot shkrimi,
dhënia jote si tjetë. Që thotë Korintasve, jo me keqardhje, na ka thonë Altini, e ka qot mesazh 1 orë, do të me bëj gjot tash se lash nam. Jo me keqardhje, jo nga shtëngimi, për çfarë? Me zemër të gëzuar, sepse kështu duam. Edhe se mos, nëse i ke njerëz jashtë, e sigur që do të vine 200-300 euro shkokës, mos meno si ti prishish gjitha. Ndaj një copë për t'ja dhënë dikujt. Ndaj me dikë. Modeli ati matan, e disi është modeli ati matan, po merë qatë mundesh, merë veç për vete, merë. Modeli ati matan është qarë? KÇK. Kap qatë kapish, bjeri qylit. Modeli i Krishtit është kjo. Do të bekoj. Po e di pse do të bekoj? Kush e di? Është një nga vlerët e ICF-s. Do të bekoj që është kënjimi pastorit. Do të bekoj që t'jesh bekim. Nuk do të bekoj për ty, vetëm për ty. Do t'jetë si nëpërmjet teje. Vjen ke ty dhe shkon nëpërmjet teje. Izraeli ka 2 dete. Deti i Galiles edhe deti i vdekur. Deti i Galiles është i gjallë, deti i vdekur është me gjithnen i vdekur. Nuk ka as i gjot gjallë, vetëm krip edhe shumë pak gjallësa. Deti i Galiles është i gjallë. Pse? Sepse vjen lumi, mbush vendin edhe del. Deti i vdekur, hyn lumi edhe del, nuk del. Kështu është dhe me jetën tonë. Perëndia na bekon që t'jemi bekim. Edhe jeta jonë është më e gjallë. Ka më shumë gëzim kur jep se sa ku merr. Edhe nëse merr, e di çfarë do ndodhi, s'ke për të ngop. Do dush prap. Edhe janë pyet pasur që ka miliona, edhe sa dorë burr që të ngopesh, edhe ca. Nuk ka fund. Ama stili i Krishtit është qartë. Do t'ju bekoj që t'jeni bekim. Edhe kështu qoftë gjithë kjo javë, edhe u mahniqim nga mundësitë që na jep Perëndia, edhe nga mënyrat se si do veproj. Por qofshim me këtë pyetje në mendje, atë çfarë do që të bëj unë? Sepse kemi ndarë mendjen. Si e filluam fjali e parë, kush e mamen? A mund ta themi edhe në fund? Çdo gjë për ty, Jezus.